Ervin Karanxhën. Mirë se erdhe. Faleminderit. Përshëndetje. Karanxha, në fakt ne jemi në një fazë ku analizojmë të gjitha lëvizjet që bëhen në gjykatën e lartë, sa i takon qëndrimit, çështja në burg, çështja e paraburgimit, lehtësirat, si mund klasifikohen veprat. Megjithatë, përpara se të ndalem te kjo apo dhe tek një analizë e cila lidhet me konfiskimin e parave si pasojë e punës që kanë bërë institucionet e drejtësisë, do doja të trajtoja dy çështje të cilat janë konkrete dhe që siç duket bien ndesh me atë se çfarë ne kemi pritur ndoshta nga drejtësia. Kur them ne, flas për opinionin publik, se ndoshta ju si jurist, si prokuror, avokat mund keni një qëndrim tjetër. Janë dy momente. Kishim një skem, dhe kemi ende, sepse apo hetohet, që flitet për mashtrime në vlera 700.000 euro dhe përfshin, pra pikërisht kompani të rëndësishme, CFO Farmon. Tashmë është liruar edhe administratori, ka marrë pra lehtësi. Njëjta gjë duket se është edhe me banker, si po do e trajtojmë pak më vonë, për të kuptuar që këtu kemi dëme të cilat konsiderohen të jashtëzakonshme dhe kur vjen puna pastaj tek mënyra se si vepron drejtësia, ato janë lajme të një zhurme 24 orë, në mos më pak se prodhojmë shumë lajme, dhe pastaj vijojnë këto proceset në heshtje ku merren edhe lehtësira ndoshta. Si e shikon, rasti konkret? Aida, unë duhet, ose gjithë populli shqiptar, edhe publiku, kur një person ka bërë një dëm buxhetit shtetit, fokusi i hetimit dhe ndjekjes penale duhet jenë të rikuperimi këtij dëmi. Sepse burgosja e një ceve, ose burgosja e një personi tjetër nuk ka si vlerë. Përkundazi, duke qenë ky person në burg, ky i merr para shtetit. Ç'kuptim? E ka koston 50 euro dita. Pra mirë që ka bërë dëmin këtej, po i merr dhe 50 euro në ditë. Mendimi im personal dhe duke marrë në konsiderat që ne po shkojmë perëndim, në raste të tilla që persona që janë drejtues një kompanie mund të hetohen dhe me garanci pasurore, me një garanci të majme. Pra i vën këto para në bank në kuadër të derisa të zgjidhet çështja me vendim formës prerë. Merr vendimi formë prerë, nuk ka asnjë lloj problemi, shkon në burg. Por hetimet duhet përqendrohen në gjetjen e pasurive dhe në rast se është bërë kjo shkelje e madhe, janë përvetësuar nga buxheti i shtetit 700.000 euro, hetimi duhet të orientohet që këto para të shkojnë në buxhetin e shtetit. Ja, e burgosëm tjetër, qa fitojmë, ne përkundazi ne e rëndojmë buxhetin e shtetit. Japim edhe 50 euro ati që e fusim në kushtet e paraburgimit. Prandaj, edhe te raporti i fundit i SPAK-ut, duhet të rritë numri i aseteve të sekuestruara dhe duhet qëllimi kjo ka qenë, që personet që kanë vjedhur të kthehen paret mbrapsht. Dakor, më po shiko tani, ne këtu po flasim për personin ky të skemës mashtrimit me rimbursimin e ilaçeve në vlerë 700.000 euro. Automatikisht i ka hyrë atij hallexhiut në xhep dhe mos themi që mundet të ketë edhe skandale më të mëdha të cilat kanë bërë me një treg shumë të rrezikshëm. Ne po diskutojmë që ky person që ka bërë këtë shkelje, si do kthehen parat në buxhet, po e marrim të mirëqen, sepse çështja ishte CEO. Pra çështja është në hetim. Pra mund edhe të pushohet çështja të marrë drejtim tjetër, por mos cënojmë parimin e prezumimit të pafajësisë. Por në parim me çfarë dënash kemi parë që kanë rrjedhur në media, mendoj që në të gjithë çështjet që kanë pasojë në buxhetin e shtetit, duhet e para herë neve këta njerëz duhet t'i marrim paratë herë. Pra t'i bërë këtë dëm. A ndodh kjo Karanxha? Apo këtu ti bën pak burg, ndiqesh edhe mund t'i pushohet çështja dhe pastaj paratë? Unë jam për kundërt, në rast se provohet dëmi, pra ti nëse kthehen parat në buxhetin e shtetit ose aq më shumë me penalitete tjera, ne po shikojmë një transformim ndryshe. Edhe kodi penal për shembull ka pas dënime me gjop vetëm burg. Pra konstatohet një rritje domethënë ne themi Këshilli i Evropës po i fut njerëzit në burg, nga ana tjetër bëjmë politikë penale me politika ashpresohet vetëm burg. Jo. Ne duhet kemi parasysh që po shkojmë në perëndim synohet kapja e aseteve financiare. Edhe në për seminare që kemi qenë në për seminare ndryshme qoftë me Scotland Yardin në Angli ose dhe me organizma tjerë ndërkombëtar, policit ndryshme ose edhe me provëri, ky ka qenë synimi. Kur bëhet një operacion, shifet vlera e operacionit dhe çfarë sfut në buxhetin e shtetit, duhet të synohen paratë. Nëse arrihet të verifikohen pasuritë,
e këty, të sekuestrohet, në fund fare, të konfiskohen, që të shlysh atë që i ke bërë shtetit, kjo është qëllimi i dënimit. Pra tjetë kryesorja, tjetë për qytetarët, sepse ai për shembull bëri burg, fund fare do shijoj lekët e vjedhme. Kjo është ideja. Atë ideja që neve duhet ndryshojmë atë. Që kemi një formulë që këtu mund të kapesh për korrupsion, mund të bësh vepra, shpëton dhe nga burgu, shkon edhe në shtëpi, mund të marrësh dhe pafajësinë, parat nuk kthehen dhe nuk zhbëhet dëmi që është bërë. Dhe pastaj ditë pyetja, kemi ne nevojë për një drejtësi e cila të jetë më e fortë. Po, tash çfarë themi, tifusin burg njerëzit, neve Këshilli i Evropës po na thot jemi keq. Pra duhet gjetë forma drejtësi e re, më thojza, duhet marrë masat ose duhet të orientojë hetimin në gjetjen e pasurive dhe personi që ka bërë dëm, pse jo të futen lojë dhe avokati i shtetit, mos merret me çështje kodi, po të merret me çështje të tilla. Ky person ose kompania e këtij që i ka shkaktuar këtë dëm shtetit, duhet ta dëmshpërblejë. Ky është arritja e qëllimit të dënimit. Pra, është parandalimi i përgjithshëm, dhe parandalimi i përgjithshëm do të thotë që një person që ka shkel ligjin, i ka shkruar një dëm shtetit, këto para kthehen aty ku e kanë vendin. Pra janë paratë e shtetit, mund bëhet një investim, mund bëhet një shkollë e re, etj. Por në rastin e shohim që zhurmë e madhe u arrestu, ç'm duhet mu arrestimi aty të fare. S'm duhet fare arrestimi. Po kur arrestohet një njeri i cili nuk ka para, një njeri i cili mund të ketë bërë një vepër penale, do të kishte njëjtin, që është një popull i thjeshtë. A ketë njëjtin mendim? Ata të dritareve, ata të kotecit pulave, ata të që s'kan paguar dritat ose i kanë vjedhur, edhe ajo abuzim është, po gjithsesi. Mendimi im edhe ata mund të lesh të lirë edhe të kthej paratë dritave të vjedhura. Lidhjen me popullin e thjeshtë. Edhe me popullin e thjeshtë konstatohet që me hyrjen që nga 2016 dhe deri më sot, për 10 vjet, është ashpërsu politika penale ndaj fukareve, ndaj personave që e bëjnë veprën nga halli. Nuk mund ta justifikojmë një veprim të palishëm, pra bën një vjedhje se s'ke burg në shtëpi, pra nuk justifikohet. Por ti ke motive pozitive, pra ti je në hall. Pra dhe për persona të tillë duhet funksionoj hetimi në gjendje të lirë. Pavarësisht se nuk kanë mundësinë që ta kthejnë, mund të procedohet me dënime alternative, që sepse dhe në kuadrë të opinionit publik, jo merr drejtësi ai që është i fortë, dhe ai që ka lekë, por dhe ai që është i varfër, dhe ai që nuk ka mundësi financiare, mund të ta realizojë drejtën e tij, qoftë masë e sigurimit, edhe këta të mos burgosen, por nga ana tjetër në përfundim të hetimit, në përfundim të gjykimit, marrin një dënim me kusht. Duhet ndryshojë dhe politika penale për këta. Konstatohet, prapë e theksojmë Aida, dhe amnistia që po del nga ana e ministrisë që është u hodh në media, domethënë u hodh për konsumim dhe për konsultim, është një amnisti e cunguar. Nuk mendon për fukaret, nuk mendon për personat në hall, ose për popullin e gjerë, por është për një kategori të caktuar. Ke persona në Shqipëri të dënuar për 1 gram hashash, ke për lëndë tjera, ke për ose ka marrë një armë prishur në shtëpi. Pse e lën burg tjetër? Pse jo do bëj vrasje, po çfarë vrasje sti? Ai që ka do bëj 10 vite, ai që kanë mend për, pra nuk është ky parandalimi burgose e personit. Kemi shumë njerëz sot që janë kot në burg dhe mbushen me statistika. Ndërkohë, Këshilli i Evropës thotë që kujdes me masën e sigurimit arrest në burg. Dhe ne vazhdojmë. Pra, në kuadër të opinionit publik dhe të duket krijohet ndukje sikur ai që është opinioni publik mendon se kjo është drejtësi e kapur. Ai që ka para mund t'ia dalë dhe i shijon ato milionat, kurse ata që u tha personat duhet të menohet edhe për mendoj që vendimi praktika që unifikuese e gjykatës lartë që është propozuar nga kryetari i gjykatës së lartë, unë e vlerësoj, sepse ka pasur debate në publik pse doli tash dhe pse s'doli më përpara, pavarësisht se mund dilte edhe më parë, nuk shoh në problem. Kjo praktik do unifikoj masën rregullat strikte për caktimin e masës sigurimit arrest në burg, duke përfshirë dhe personat të cilët nuk kanë mundësi financiare, pra dhe popullin e thjeshtë, jo vetëm për zyrtarët e lartë, sepse për irës vërtetës, zyrtarët e lartë u kujtun se ka arrest në burg kur po binin gjylet këne, kur erdhi zhurma këne, nga vetja vetë. Por për mua nuk ka rëndësi motivi pse kujtohen politikanët se është populli në burg, po ka rëndësi që
Sot, burgjet janë plot, numrit paraburgosëve është më i lartë se numrit i të burgosëve dhe duhet të ndërhyet në legjislacion në mënyrë të menjëhershme, e para që të lirohen burrit një amnisti agresive dhe dyta të rregullohet kushtet dhe kriteret e veçanta për saktimin e arrestit në burg. Tani, një rast tjetër konkret është ai i dosjes së bankers, e cila sigurisht kaloi në kompetencë të SPAK dhe në burg ishte CEO kinez, i cili u lirua pastaj dhe u la në masën e sigurisë arrest shtëpie. Kemi dhe këtu masa lehtësuese. Shiko, gjithmonë në raport me dëmin, edhe flasim për afera shumë të mëdha që hidhen në publik si ushqim për qytetarët, ju tha dhe statistik, po dhe unë mendoj se po ka raste që bëhen dhe statistik, ndërkohë nga ana tjetër këto janë thjesht procedurat të cilat zhbëhen pastaj dhe dëmi mbetet aty që dihet se sa është rasti i bankers. Si e shikon? Mendoj që dhe arresti në shtëpi është më i lehtë se arresti në burg, se në burg, pra është një kufizim. Në kodin e procedurës penale, të njëjtat rregullat për arrestin në shtëpi janë dhe për arrestin në burg. Pra ka të njëjtat rregulla. Kështu që dhe kjo është një masë, nuk mund të them që është masë e lehtë, por është një masë e cila aplikohet. Nuk e di cilat janë shkaqet e zëvendësimit masës me këtë masë, ose mund të jenë kaluar fatet se u bë kohë që është proceduar për ashtu, për afatet e paraburgimit se sa mund t'jenë, por dosja e bankersit është një çështje shumë komplekse. Konstatojmë që kjo çështje është vënë rrugë drejt, se siç e dini, ai është kthyer 3 herë nga SPAK-u kjo çështje. Pra ka qenë prokurinë e Fierit, ka shkuar në SPAK dhe sot SPAK-u po e heton. Dosja është komplekse, janë shumë para. Shiko tani, ky vendim ka ardhur pak ditë pasi me kërkesë prokurisë të posaçme gjykoi zgjatja e afatet hetimore me 3 muaj për dosjen. Po pra çështja është në hetim, pra çështja do zgjasë. Kështu që sa të marrojnë hetimet rrinë arrest shtëpi. Nuk shoh në problem. Duhet SPAK-u për këtë çështje, shumë profesionistë kanë folur në media në lidhje me këtë, plus edhe inxhinier, e ka pak a shumë ku do orientohet hetimi, se s'është vetëm ky CEO, se ky tashika, këtu ka kohë në vite që bankersi është parë që është një pasuri e popullit shqiptar, e cila është grabitur sistematikisht në pra një pasuri e cila ka naftë. Nafta del nga toka dhe dalësh me humbje vit për vit, vetëm në Shqipëri ndodh. Ti shiko krizën e fundit sot në lindjen e mesme. Është bloku ngushtitë e Hormuzit dhe po lind kriza. Tash atë lind pyetja, vendet arabe dalin me humbje nga nafta që e shesin? Atë si dilke këtu me humbje? Një diçka që ta jep toka, ti dilke me humbje? Kështu që këtu aty shifet tendenca, domethënë që ka diçka që shko. Pra se ku shkojnë këto para, si rritet, si fryhet buxheti në mënyrë fiktive, kemi të bëjmë me një çështje penale e cila do shumë punë. Edhe zyrtarët lartë janë të përfshirë. Nuk e di do procedohen apo jo, për shërbimet pa kryera e tjerë, por çështja është në hetim, derisa të dalin në përfundim, nuk mund dalin me një... Të dy këto skandale, si ajo të Farmës edhe kjo e bankersit, kanë shkaktuar dëme me vlera të cilat janë të konsiderueshme. Ndërkohë shohim lehtësira. Unë nuk e thash, Aida, nuk e shoh lehtësirën te masa sigurimit. Lehtësia ime sepse masa sigurimit mund të jesh dhe arrest në burg të pushohet çështja në fund. Absolutisht. Mendimi im është në rastin konkret duhet parë procedimi personave që kanë kryer veprën penale dhe te pasuria ke bot dëmin kaq, si ta kthesh parën mbrapsht ose lekët mbrapsht. Kjo duhet të përqendrohet. Sepse janë neti dhe i vit në burg 2, 3. A fiton gjë? Përkundrazi shteti ka kosto me këta njerëz, duke filluar nga zyrtarët lartë që kanë bërë këtë vepër, por edhe me personat që nuk kanë mundësi financiare popullit thjesht. Prandaj dhe ne flasim gjithmonë, arresti në burg është bërë trend, duhet të hiqet dorë nga ky dhe duhet të aplikohen alternativat e dënimit me burgim. Aq më tepër që konstatojmë dhe nga organi ligjvënës një politik të tillë burg. Pra ka qenë organi ligjvënës që e ka orientuar burg. Duke filluar që në vitin 2016 për dritat, ju jeni në djeni për dritat, bati njëri ka varë veten për çështje dritash. Pra nuk kishte mundësi financiare për të paguar dritat, e arrestuan atë person dhe gjatë kohës së paraburgimit ai psoi, do të thonë
gjendja e tij shpirtërore u trazua aq shumë sa ai e çoi drejt vetvrasjes. Pra, është rastet që kanë ndodhur. Pra, ndryshimi i politikës penale e parë herë nga organe ligjvënës duhet parë dhe duhet orientuar drejt pasurisë Aida. Pra, kjo është arritje. Nëse ne me dëmi që bëre ti kthen mbrapsh paratë dhe me këto kthehen tek populli, kjo është fitore. Nuk është zgjidhja burgosja atyre. Burgosja atyre është një ndërshkrim personal, pra bëre këtë shko, por në kuadrën e paranalimit të përgjithshëm, ardhmane, ku janë parat. Kjo është. Tani, unë do doja që të ndalesh atë ajo që thash edhe pak më herët, që duket sikur një çështje tjetër, po besoj se është një çështje shumë e ndjeshme për qytetarët dhe që lidhet me noterët. Kemi marrë shkas nga masa disiplinore, kur ministri Llamallari ishte ende në detyrë, mori disa masa, sikur që ne ngritëm pikpyetjet për emrat të cilat nuk është se u bën publike. Megjithatë, kemi arritur zbardhim një skem që është e mashtrimit, që është përdorur nga një notere, unë po e përmend sepse është tashmë edhe në faqen tonë, Lulieta Kongoli, për të shmangur sekuestrimin e një prone të klientit të saj, Franoshi, dhe për cilin gjykata e Tiranës kishte lëshuar urdhër ekzekutimi. A jemi, Karanja, në një situatë pra ku kemi një skandal tjetër që lidhet pikërisht me noterët? Po, nuk mund ta quaj këtë rast të shkëputur nga raste tjera. Edhe noterët njerëz janë, bëjnë gabime gjatë detyrës të së tyre. Duhet parë rasti konkret, domethënë është bërë me qëllim ose është tjetërsu pasuria para se të marrë vendimi i gjykatës, por me sa konstatojnë kemi bëjmë me një vendim dënimi që është proceduar nga ana e gjykatës. Apo i referosh dokumentave? Ose e pa që përshikoj me shumë vëmendje, se në një moment po, drejt. Vëmendje dhe prandaj që t'jem dhe korrekt. Konstatohet që është vepra penale shpërdorimit të detyrës, pra noterët gjatë kryes së detyrave të tyre, kur aq më tepër kur kanë një vendim gjykate për sekuestrimin e kësaj pronës, nuk mund ta fshehin në mënyrë që të ruajnë personin, sepse ç'kuptim ka fsheja. Pra ky person ka një pronë, ti e fsheh që ky të vazhdojë dhe detyrimi të mos vazhdojë të eci. Dhe kjo pronë ruhet edhe debitor, ai i bi që personi kot që ka fituar gjyqin. Kot që ka fituar gjyqin, ai kot e ka fituar gjyqin, s'ka vlerë më. Pra është një cop letër në dorë. Në dinin time, kjo notere ka dalë në pension. Në dinin time, pra i ka marrë mandatin. Kur më? Ngjarja është tani së fundmi dhe personi për cilin ka vepruar kundrejt edhe shifrave cilat janë bërë publike, ka qenë klient, sigurisht ka qenë një borxh i cili është dhënë, pastaj nëpërmjet veprimeve të kësaj i shteti huaj e ka psuar, po ta them kështu në vija të trasha në fakt si ngjarje. Tani, si është e mundur që një noter zhbën vendimet e gjykatës, vendos drejtësinë, se, shiko, nuk është rasti, për shembull, ne këtu jetojmë, ne dim shumë mirë se çfarë aferash kanë bërë me çështjet e pronave noterët. Dhe hajde, se është një emision vetaj, po meqense këtu e kemi me emër, me mbiemër, me veprime që janë bërë, me shifra, me të gjitha. Daltinja ishte 1151. Nuk e pash tani. Jo, 51. Edhe, dhe thënë i bi, 51 është mbaruar mandati i noteres. Dhe veprimet e noterit janë të pavlefshme, kështu që sekuestron bisedën që do bëhet, do vazhdoj. Pra, është dënuar noteri për veprimin e tij. Pra, data 51, ai da tregon që noteri është në pension. Pra, ka kalu, sepse në bazë të ligjit, po kalove 65 vjeç, nuk mund të jesh më noter, nuk mund të zjatet më. Pra 65 vjeç janë rastet e mbarimit të mandatit. Këtu bëhet fjalë për çështjen e 2012, është një çështje, por pavarësisht kësaj. Noterët në detyrë do të jenë të përgjegjshëm, sepse edhe paratë që janë marrë ose është një debi, janë lekë të personit tjetër, ti kur e mçef pasurinë e fsheh pasurinë e debitorit, ti lun me punën tate. Sepse detyra e një noteri, qoftë organi shtetëror, këtë pasuri s'ka pse me e fsheh. Është gjykata që ka vendosur që pasuritë e këtij personi duhet të kalojnë në ankant, të shiten dhe të shlysh borxhin. Madje kur kemi parë edhe
në për filmat që bëhen filmat, sepse filmet, do më thënë, ka i farë ngjarje të vërtet. Kur ke borxh, ai me atë stekën e bilardës, i thot, hiq dhe ripin e patallonave së shpejt. Hiq patallonat, dil me mbathje në rrugë. Do të thotë që ti ke borxh, la borxhin e hiq. Pra ti borxhit zhvesh. Ti s'mund të rish me makinë të bukur kur i ke borxh tjetër. Kjo vetëm në Shqipëri no. Pra ti i ke borxh, kurse atje të heqin edhe patallonat. Mbathjet ti lejnë. S'mund dalësh nudo në rrugë. Kështu që dhe këtu është bërë një veprimi i mshefja një e pasurie, e cila si rregull nuk duhet të do më thënë, duhet të vijë në dispozicion zbatimit të vendimit të gjykatës, gjykata ka proceduar. Nuk di si ka shku çështja në apel, por... Ky është një mashtrim realizuar me vullën e shtetit, sa nuk është, pra këtu kemi bëbe një abuzim. Ti licencohesh, ke një licencë, je notar, funksionon, tani si funksionojnë notarët në tregun e tyre? Ose ke pas raste në karrierën tënde që je përballur me abuzime të këtyre përmasave, se ne flasim për vetting, se ne flasim për prokuror, ne flasim për gjyqtar, ne flasim për sistem, dhe kur vjen puna ke notarët që kanë fatin dhe kanë bërë kërdin me çështje si rastin konkret apo dhe me çështjen e pronave, ne ende si kemi hyrë me i parë, po kemi thënë dhe për avokatët që do t'i kalojnë vettingun, ku i gjetën pasurinë, mos kemi në një skem këtë të frikshme. Mendoj që rast mas rasti duhet të përqendohet. Unë vetë, personalisht jam kundra vettingut. Pse? Se kush do jetë... Jo, ideja është pse. Kur bëm reformën drejtësi u morëm dhe me gjitha këto. Pastaj, kur ke noterët, që duke që kemi idea të skandalja është flagrante, se si janë shifra... Aida, duhet përqendohet në mënyrë individuale. Pra, nuk mund të hyjet gjithë tavolinës, ku ka problematika, duhet me... Dhe ministri, bëri ca procedime, po nuk e bëri transparente, se kush janë këto njerëz, çfarë kanë bërë? Duhet kemi parasysh diçka. Kur është çështja ndjekje penale, mund ndodhë që noteri nuk ka përgjegjësi penale. Pra, është çështja e hetim pezohet derisa dalim me vendim formës presë, është fut organin ndjekjes penale. Pra, neve duhet presim organin e ndjekjes penale. Për shembull, në rastin konkret kemi një vendim gjykate që shkalla e parë e ka dënuar një noter për veprën penale. Por, nga duhet parë në raport me shkeljen. Sot me formalizimin, ka një farë formalizimi, nuk është mo, do më thonë, aqë si që shkosha unë me foton tate, për shumë, lidhësha një kontratë, ose shqit shpi. Sot verifikohen gjërat, sidomos edhe noterët kanë kontakte direkte me përsa i përket dhe zyrës regjistrimit pasurive të palujshme, ASHK-s, si sojnë, kanë kontakte në mënyrë të menjëhershme, kontakti i personit duhet jetë fizikisht, pra me dokument identifikimi dhe janë radhuar në mas veprime tilla. Se ka pas më përpara që i falsifikoi firma një personi dhe firma e këtij të shitet shtëpia, thotë unë s'di gjë, dhe kemi pas shumë raste që është falsifikuar firma. Noteri thoshte, mosh paraqit me fotot të ngjashme, nuk e dia kurse sot ti e verifikon ke pika kontaktit, nuk mund ta shesësh në shtëpi siç e shisje më përpara. Aplikohet, shikohet, është në bashkëpunësi. Mos i kemi sot noterët të këto skemat e mos sekuestrimit, konfiskimit të pasurive që luajnë një rol kyç, sepse dhe kjo është një çështje shumë e nxehtë. Pra, ne vërtet flasim për hetime, por kur vjen puna tek sekuestrimi, po shikojte raportin e vitit 2025 të SPAK-ut, po them unë, mos po përdoren nga bota e krimit edhe për të fshehur ose për të bërë këto manovrat ligjore që të shpëtojnë këtyre momenteve? Kanë gjendor se ti e njeh shumë mirë. Kjo gjithmonë ka qenë një person që i cili është lëvizje që bëhen nga kompania në kompanit, momenteve të fundit, noterizuara. Aida, nuk është problemi noterit, sepse një person mund të kemë, për shembull, i kam 2 shtëpi këtu, po i kam në emër tjetrit. Kjo nuk është punë e noterit. Kjo është një punë e cila një person që të klikosh në Google, për shembull, s'mund të ketë që i shtëpi të regjistruar të zyrën e regjistrimit pasurive të palujshme të ketë. E ka në emër të një personi tjetër. Por, kjo s'do ta ketë pronën në emër të noterit, se e kam unë. Pra, personi që ka pronën mund të jetë në emër të personave të tretë. Noteri sot, domethënë, ka marrë kompetenca më shumë se ka qenë më përpara dhe ka kontakte online. Pra, i shikon online dhe pagesa bëhen online. Dhe ka filtra kontrollit si më përpara. S'ka më kesh në dorë. Vi unë te noteri, vi me i thes me lek, jap lekët në dorë këtit, ka i kjo. Pra, ti filtrin nëpërmjet
nëpërmjet fiut, pra është autoriteti mbikëqyrjes financiare, ti e shikon ku janë bërë lëvizje financiare, kush i ka si. Pra nuk është thjesht punë noteri më. Noteri ka qenë më përpara, ka pas rol, kurse sot për shembull ti ke në sistem pasurit. Për shembull dhe pasuria në fjalë, që bëhet fjalë për rastin fjalë, konstatohet që ka qenë ngjarje e mëparshme. Sot çdo gjë kjo edhe kalimi parave. Do të thonë, mund tjetë me dy çmime është gjë tjetër, pra tjetër shumë shitet me letra dhe tjetër shumë jepet në dorë, pra është lek i pisët. Por në parim, që kalon nëpërmjet sistemit dhe personi që e ka pasurin në dorë, sepse ka ndodhur edhe raste që është pasurin në emër të personit të çunit gjase, i ti shita i tjetër i tik, në Amerikë nuk e qethuese, është pronë tjetër. Pra edhe prona në emër tjetrit, nuk është aq e lehtë, se qaferën e, si që të nësajt, qëtë pasurinë dhe qaferën. Pra, noteri është pjesa që bëhet kalimi i parave, pra nëpërmjet noterit kalohet shumë, po janë shumë filtra verifikues sot. Pra, një shumë e caktuar, për shumë, nuk mund ta kalosh. Madje edhe në avokati, për shumë, shumë të caktuara, çdo gjë duhet ta kalosh me faturë nëpërmjet bankës. Pra, kemi një formalizim të sistemit në raport me më përpara. Sepse mund ta kesh një send, po se ke një qarkullimin civil, apo është një pallati pa regjistruar gjë tjetër, por prapë ti s'mund bësh dot veprime notariale. Bëhet fjalë për ato veprime të cilët është i regjistruar dhe kanë një numër pasurie, kanë një koordinat të caktuar dhe mund të jetë në emër të personave të tretë, por noteri thash është thjesht transportues. Burimi dhe pritësi i parave është gjë tjetër. Ndalim pak tek një tender dhe i tender famkeq uniformave të policisë, ku kishim edhe arrestime në zyrtar, ndërtohej edhe të lirën e qellarit. Kjo fund ka kërkuar lirimin në gjykatën e lartë. A mendon se gjykata do ta pranojë dhe si veprohet në të tilla raste? Çështja është në gjykatë lartë, më thënë, duke qenë se është në sistemi gjyqësor, më thënë është nuk ka mbaruar filtrin, po mundohemi të jemi pak korrekt me interpretimin. Gjykata e lartë, siç e tha dhe kryetari i gjykatës lartë, me ndryshimet e fundit kohët në procedurës penale është një filtr shumë i hollë, pra që të kalojë çështjen në seancë gjyqësore që të verifikohet, domethënë. Pjesa më e madhe e çështjeve mbyllet në dhomë këshillimi. Pra ke shumë pak që kalojnë në seancë gjyqësore që të. Kjo është një problem tjetër, domethënë, që duhet të diskutohet herë tjetër, por me ndryshimet e kodit procedurës penale, kjo është një praktik. Është gjykata, trupi gjykues që do ta çmojë nëse janë shkel apo jo dispozitat ligjore për sa i përket këtij tenderi. Nëse janë këta autorët apo jo, pavarësisht se vendimi ka marrë formë prerë, duhet të shikohet gjykata e lartë shef dhe procedurën dhe shkeljen e rënd të ligjit material, duhet parë dhe procedura nëse janë respektuar liritë dhe drejtat e njeriut për një proces të rregullt ligjor. Presim dashur. Me kushtet edhe një hetim pasuror, çfarë ndodh? Hetimi pasuror është i pavarur, nuk ka lidhje. Pra ndodhi s'ndodhi, ti e ke hetimin pasuror aty. Do verifikohen pronat, kaq, kjo është çështje fakti. Ti e edhe kur lidhe me dyshime për nuk ka lidhje me çështjen penale fare. Ti e ke një hetim pasuror zgjat me vite. Domethënë, nuk ka lidhje çështja penale me hetimin pasuror. Është ligji për mos parat që mund të jenë edhe po more pafajësi prapë s'ka lidhje. Pra do verifikohen pronat. Ato aktivitete mund të kenë çuar që ti të pasurosh në një kohë të shkurtër, nuk rëndon si hetimin? Janë dy çështje të ndara. Është çështja penale lidhe me këtë tender, ndërkohë është dhe verifikimi pronave që mund të jetë zgjat hetimi, zgjat me vite, që të verifikohen lëvizjet, i justifikohet apo jo. Pra, kjo është fazë tjetër, kjo është tjetër. Prandaj, hetimi pasuror është tjetër. Tani shikohen nëse ekziston apo jo kushtet ligjore. Pra, ky person duke filluar nga në qellari dhe varësit e saj ose më kanë kryer apo jo vepër penale. Kanë lidhje shkryer kjo vepër, nëse është shkryer nga këta, se mund të jetë kryer nga një person tjetër dhe janë akuzuar kota, se po e marrim të në mënyrë hipotetike. Pra do jetë gjykata që do ta çmojë rolin e gjithçkujt në këtë çështje. Do presim. Në rast se ka dyshime, mund të kalojë edhe në dhomë, domethënë nga dhoma e këshillimit të kalojë në seancë gjyqësore që ti dëgjoj edhe një herë palët. Pra dëgjohen palët tjerë. Do ishte mirë që palët dëgjohen, sepse ndoshta mund të ketë edhe një person që pa i hyrë asaj që ndoshta s'është i përfshirë. Po fati që janë dënuar nga gjykatat më të poshtme, duhet parë se ato me gjykim shkurtuar me gjendjen e akteve. Kanë apo jo lidhje me
pasojën e ardhur. Pra, sepse shkelja e barazisë tender është kryer në bashkëpunim, se siç kemi dëgjuar, është kryer në bashkëpunim dhe duhet parë aprovohet bashkëpunimi dhe nëse po, janë gjithë personat lidhur me këtë ngjarje. E shef dhe herë nuk ka. Më përpara po gjykatë e lartë, dhe nuk është në një nderën thojsa se të dëgjohet në seancë gjyqësore, dëgjohen dhe herë palët. Gjithë çështjet e rënda, çka ka qenë më përpara, për shembull, rastit i vrasjes deputetit Azem Hajdari, u mlodh gjykat e lartë doli në ashtu në seancë, ngjarje të tjera për shembull, dëgjon në rastet e kryesore pse dëgjohet që ka një impakt për publikun. Dëgjon është piramida më e lartë e sistemit gjyqësor, i shef në seancë gjyqësore nëse ka apo jo vend për të parë rolin e gjithkujt. Pra rolin duhet parë. Nëse ka apo jo vepër dhe rolin e gjithkujt. Është zbatuar mirë ligji material, është respektuar procedura, se kjo është dhe detyrë e gjykatës lartë, që rast pas rastit të shikoj cënimin e ligjit material dhe procedural. Shkeljet e rënda gjithmonë. Si do ta ndaj punën tënde të avokatit, të ka zbutur pak në qëndrimet ndaj çështjeve të ndjeshme të nxehta Karanja në krahasuar me rolin kur ishte prokuror ose me betejën që bëre për të qenë pjesë e sistemit drejtësisë? E dëgjove apo ishe në telefon? Jo, pyetjen e dëgjova qartë dhe të i përgjigj. Se është pak personale, prandaj po të pyes. Unë personalisht kemi pas fat në vit tretë në shkollën e magjistraturës, kemi shkuar në Danimark. Dhe kemi parë vendin danez po të kesh Shqipëria. Në 2003 ka qenë gjë krejt tjetër, ka qenë programi Danida dhe ne kishim fat që shkonin dete në Danimark. Madje atëherë, qeveria daneze mori përsipër që të ofronte edhe rrogat për sistemi gjyqësor qeverisë të Danimarka, por neve si lartë që jemi nuk pranuam. Dhe duke pa në Danimark sistemi gjyqësor, kemi parë gjyqje, gjykatën e apelit Kopenhagenit, për shumë çështje që neve këtu ishin burg, atje ishin jashtë. Dhe domethënë ishin gjë të tjerë, se jashtë do të keq kuptohemi. Që atëherë do të thosë varet nga formimi, unë politikën penale time personale kam pas kur është për burg duhet rinë burg. Pra ke vepra që duhet rinë burg. Janë disa vepra cilat duhet rinë, se po e them në mënyrë një hajdut mënyrë të përsëritur. Pra ai vjedh, e nxjerr prapa ai vjedh, ai duhet rinë burg. E ka vënë burg. Një përndjekës. I del një femër në rrugë, ai ka thonë stop, ai thotë vazhdo. Thotë se dashuria rrëmbehet, nuk fitohet. Për që tjetër thotë stop, ka bëu kallëzim penal. Për me ndërprej gjendjen e palishme, është izolimi i personit. Një vrasës duhet shkojnë në burg. Po këtë korrupsioni me shifrat mëdha, si e kanë ato? Korrupsioni me shifrat mëdha, tash edhe njëra ida. Ne për kompetencë që kemi pas në Tiranë, korrupsionin u për shembull po marrë i rast. Shpërdorimit e tyre se çështja e Durrës Kukës. Vlera e dëmit në kohën që kishte prokuria e Tiranës ishte 230 milionë euro. Ishte i akuzuar ish ministri i Brendshëm, ish ministri i transporteve Lul Basha. Kemi regjistruar emrin shumë për kompetencë, sepse s'kishim kompetencë ta arrestonim, kishte parlamenti. Jeni ndjeni se kemi diskutuar 100 herë, prokuria e përgjithshme nxori jashtë afatit çështja u pushu. Por dokumentimi për mua shumë i rëndësishëm. Masa sigurimit e ndaj me thik. Masa sigurimit është gjë tjetër. Dokumentimi i faktit që ky ka bërë këtë është më i rëndësishëm sa burgosja e tij. E bëjnë këta sot? Janë në gjendje drejtësia? Fakti që burgjet janë më shplot ka të dështuar. Pra këtu kemi një ashpërsim politikës penale dhe një dështim të reformës në drejtësi. Sepse një nga qëllimit të reformës në drejtësi ka qenë njohja e ligjeve ndërkombëtare dhe vendimeve të Strasburgut. Neve s'po pyesin ato, po dënohen. Rasti Goçi kundër Shqipërisë, pati shumë debate për rasti Goçi kundër Shqipërisë. Tha, si ka mundësi, tha, që Goçi është dënu për paraburgimin, tha, por jo për masën, jo për çështjen e themelit, për një vepër të ngjashme. Po tash neve prapë do shkojmë në Strasburg. Prapë do shkojmë, ti thajën e parë është tepruar me paraburgimin. Dhe është një vendim i spakut. Një. Pra, domethënë flas te politika. Sot ne po shohim dënime për çështje që ose vepra penale për cilat nuk është proceduar me mas sigurimi dhe e dyta, kemi një ashpërsim të politikës penale. Pra, për vepra më përpara që ndiheshin gjendje të tjera, politika penale është ashpërsuar, ndërkohë reforma në drejtësi ka bë ligje masakër. Ligje masakër dhe ligji i fundit, po ta them, tash është shfuqizimi i Nenit 28 paragrafi 7. Që caktonte masën e dënimit
për personat e penduar të drejtësisë. Sot ata nuk përfitojnë gjë, se është shfuqizuar në 28 paragrafi 7. Ka qenë më para, ama mund na thosh kjo është tani, aty kur është për të dënu, këto është shfuqizohen. Aty për popullin, aty është kërbaç. Rangja, në raportin e SPAK-ut u pasqyruan disa shifra ku në 2025 janë sekuestruar mbi 45 milion euro. Nuk e di çfarë shifra është kjo në raport me atë se çfarë, të më korrigjosh? Duhet korrigjoj dhe pikë dytë, sa janë konfiskuar? Se pash këto se gjetët. Është konfiskuar 1.9 milion euro. Me konfiskimi është kalimi i pasurisë në favor të shtetit. Po. Është mënyrë fitimi. Po, unë do të thëja tjetër gjë. Pra, duhet ndryshohet kjo si kjo. Kjo dali këtu. Në qoftë se ne konfiskimin, kalimi i favor të shtetit kemi lart, atë është fitore SPAK, jo burgosje e personave. Shiko që duhet them unë. Se në gjitha raportet që ne flasim, thuhet që këtu pastrohen para, bota e krimit bën kulla, të kemi raportet e të huajve, e të tjerë. Ndërkohë, çfarë po shikoja? Vetëm të grupi kriminal Çopja, gazetarët e Kronikës kanë thënë se rreth 35% e kësaj shume janë e këtij grupi kriminal. Pra çfarë kanë bërë këta për 2025? A kanë arritur qëllimit që përveç se burg të marrin sekuestrojnë të konfiskojnë pasurit? Kjo është ajo që unë realisht duhet kuptoja, apo janë gjetur mekanizma, edhe nëpërmjet notarëve, edhe nëpërmjet paras, edhe nëpërmjet forcës, edhe nëpërmjet ndikimit politik, se s'di të them se këtu i kemi të përfshirë, që pasurit e tyre të mos preken. Mendoj që shifra është e lartë. 25 milione, por është e lartë, pavarësisht se 30%, se ky kaq ka të se nuk mund ta ulim shifrën e çopeve, edhe me ule pak që të jemi në rregull me ato. Mendoj që ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm me raportet. Jo sekuestrim. Po. Po, është sekuestrim dhe konfiskim, është saktë. Po. Tani, duhet të jemi shumë të saktë me raportet e ndërkombëtarëve. Raportet e ndërkombëtarëve, një pjesë e tyre nuk pasqyron realitetin, sidomos e shërbimit italian. Pse? Po të kemi parasysh shërbimi italian paraqiti në kuvendin në parlamentin italian një raport që shqiptarët janë, do thonë, cënojnë Evropën me drogë, që nuk është e vërtet. Ne kemi pjesën tonë të trafikut të drogës, por jo këtë që na vën. Dhe kjo bëhet me qëllim për të fshef autorët e vërtet të trafikut. Ne dim që ka një treg shumë të madh në Evropë, por nuk janë shqiptarët neve na fusin te një pikë e tillë, sikur ne jemi dytët të shqip për shkojnë parët, ndërkohë që tregu është treg. Edhe shërbimet e din mirë kush e kontrollon tregun ndërkombëtar dhe çfarë roli kanë shqiptarët. Shqiptarët mund të ketë ngritje që kanë marrë pjesë, por nuk kanë këtë vend që bën. Pra, shqiptarët janë ushtarë, qoftë Koza Nostros, qoftë Ndragetës. Ti kemi morën e tregun Ndragetës, nuk bëhet fjalë të shkojmë ne ti morëm atje. Por kemi raport të cilët janë fuqizuar, nuk janë më në role fundore. Janë fuqizuar, po jo me Ndragetën. Jo në role fundore. Po jo, ti s'mund ta krahasosh me një vogël me të madhin. Kjo bëhet me qëllim për të nxirr fytyrën e Shqipërisë, për të nxirr imazhin e Shqipërisë në raportet. Po si ma shpjegon që jemi në pikun e këtyre ndërtimeve dhe një fluksit parave të cilat s'dihet se nga hyn, po thuhet që janë nga bota e krimit, flitet për kullat, flitet për ndërtimin, ku diun në sektor frikshëm. Si e shpjegon? Rast pas rastit do verifikohet. Këto janë, sepse s'mund t'i bim në biznesit, se për çdo person ka fjalë. Ku ka fjalë, ku ka fjalë? Ora duhet të ketë një apo ta zbardhin SPAK-u informacion. Po SPAK-u do verifikohet. SPAK-u ose krim ose prokurit e rrethave. Po pra, sepse edhe ne nuk mund të shkatrojmë vendin tonë, të hyjmë gjithë bizneseve, të hedhim tokë se është një raport. Çdo rast mas rastit duhet parë. Kush pasuri? Raportet janë indicie për hetim apo jo? Për mua jo. Si jo? Ja, se janë raportet e ndërkombëtarëve duhen verifikuar. Duhen sidomos e shërbimeve. Vetëm nga partnerët i kanë bërë, të kanë sjell gati dosjet në SPAK. I kanë bërë me partnerët, por neve bëjmë gjithë në gjohë me shqiptarët me legët jashtë Shqipërisë, tu gjërat fryen. Neve të thashë dhe ajda, duhet marrim atë që meritojmë në tregun ndërkombëtar. Ne nuk jemi, shqiptarët nuk janë kryesorët. Ka një rol tyre, po jo rolin kryesor. Nuk mund të bëjmë aq jo me shifra tilla. Edhe pjesa më e madhe është godita, është 35% çopje. Ku janë çopajt sot? Janë në burg. Pra vitin tjetër kush do të marrë këtë treg? Pra domethënë, ne duhet marrim ato që meritojnë. Edhe e dyta. Ku ka informacion nga policia jonë e shtetit, se ne jemi të brendshëm këtu. Duhet rrisim pak rolin do të jemi pak nacionalist.
Nacionalism e krimine? Nacionalism në ndjekjen penale, Aida. Mos na vinë të hujt na tërheqin nga hunda. Si, më falë, Aida, a hynë italianët në qeftës aty? Po jo, italianët hynë, më falë, italianët hynë në Durrës. Partneritet, e kemi kryzuar SPAK-un çfarë ka bërë vetë se këta po ja sjellin gati. Sot po më thua tani duhet jemi nacionalist për çfarë? Po ju them, në hetimin e ndjekjes penale, të mos tërhiqemi nga hundët nga ndërkombëtarët. Neve duhet çdo kush kemi ul standardin, Aida. Kemi shumë të pafajshëm burg. E kupton se po ne nuk po flasim këtu për një shkrim analizë, po flasim për fakte që ti ka kopsitur letrat e ti ka sjell këtu, për këtë po flasim. Cili i kemi procedurën. Ndërkohë që këto në Itali kanë marrë pafajësi i pjesë këtyre. Diti apo jo? U sekuestruan pronat tu, çka ka ndodhur në Itali. Por të kemi parasysh ta thash edhe një herë, duhet jemi shumë të kujdesshëm. SPAK-u duhet jetë i pavarur, qoftë nga politika, qoftë edhe nga ndërkombëtarët. Pra, SPAK-u dhe një prokuror i SPAK-u duhet jetë kur ti krijoj bindjen e vet, mbas ligjit. Këtu është nacionalizmi. Unë jam kundra shkeljes ligjit. Kur shkel ligjit maj përgjegjësi. Qoftë shkeli neni, kush do neni kodit penal, shkel ligjit, shkel kodit penal, është shkelje. Por vendimet të mos merrem tha ky më thaj, çdo kush duhet maj përgjegjësi në bazë kodit procedurës penale. Se kur shkon nesër çështja në Strasburg, s'mund themi ne na than ndërkombëtari. Pse kështu të themi ne? Na than këto ndërkombëtarët ose erdhën informacionet e shërbimeve sekrete. E diti Aida që informacionet e shërbimit sekret qoftë nuk mund të përdoren, e kanë kod procedurës penale. Se janë informacione shërbimi. Çdo person duhet të dënohet sipas rregullat përcaktuar në kodin e procedurës penale. Unë nuk e di se kur duhet ndërhyj shërbimi sekret, po nëse për shembull këtu flasim për një çështje e cila ka të bëjë me dhënat tona personale, sikurse është dosja e Akshit, kemi pyetur ku është krimi ekonomik, se nuk po flasim për ata që i kanë shërbyer dhe janë pjesë e dosjes nga policia, lëre atë. Ku nëse është vërtet e këtyre përmasave dhe hetohet si e tillë, ku është krimi ekonomik, ku është shërbimi informativ, ku janë këto informacione, ato kanë licenca të cilat janë të sigurisë, atëherë ku si ndahet kjo? Këtu kemi një dështim total, ka dështu dhe vetënimu se ta thash dhe herë tjetër. DSIK-ja, organi i cili merret me administrimin e këtyre që i shef janë të pasur se ti thua që s'përdoren këto materiale, tani këta kur s'bën punën nuk e bëjnë. Kur i dalin konkluzion, DSIK-ja, grupin e strukturuar kriminal, ta kanë zgjedhur në rregull. Prokurorët dhe gjyqtarët i ka shkarku pse se ti s'je në rregull. Dhe kjo është marrë për bazë. Atë mund t'i besosh këtit? Është i pabesueshëm. Pra ti këtu, ty të kara shteti. Dhe s'flet kush për këtë. Ore si e ke certifikuti këtë? Ai person ka majt përgjegjësi apo ja? Dhe unë fajin e theksoj Aida. Privati është privat. Gysa Gazi është privat, ka punë, do fitoj tendera, privati do shofi punën e vet. Shteti, ku është shteti që i verifikon këto? Shteti ti nuk ja jep tenderin, ose tjetër. Pra, e ke fajin organi administratës shtetëror që i ka thonë tender këtit. Iku gysi do vi një gys tjetër që do mori tendet. Apo ja. Tash ti duhet i shtrëngosh bathët. Për çfarë këto? Ti jep tendra, i përshtatshëm jep ai. DSK dhe kënej shkako prokurorit me këto letrat paçavure me ato bashkëpunëtorët që kanë të marruar, që pinë raki gjithë ditën. Pra ti ke shkarkuar i prokuror edhe kënej grupin e strukturuar kriminal e vëm rregull. Që këtu ty të kara automatiku, direkt. Është masë. Është masë të kara në shteti. Sepse ti ke shkatruar sistemin e drejtësisë me këtë provë, tash me këtë provë thu është në rregull. Tash që këtu do analizë madje duhet nisë çështje penale, duhen verifikuar gjithë rastet e DSIK-s që ka bërë për prokuror dhe gjyqtar, sepse këtu mund dalim të shkarkimet politike të bëra në sistemin e drejtësisë nga ana e DSIK-s, duke është përdorur si mjet DSIK-ja. Ndiqe, penalisht duhet me çudikosh. Tash shoqata shkrijuar Aida. Për këtë punë, ha? Po, tash, neve, po mbledhim materiale si që jeni në Denisës, po i bëjmë reklama shkryuar një shoqatë e cila po verifikon të gjitha dhe do bëjmë kallëzime gjithmonë me prova, jo kallëzim tren. Pra të shikohet rast mas rasti, veprimtaria e çdo organit të administratës shtetërore, po sidomos sistemin e drejtësisë, sepse ne jemi duke vujt nga këto gjëra. Shqipëria po vuan, pra nuk është thjesht çështje personale. Se më thoshë ky absolutisht jo. Ne konstatohet që në Shqipëri
Ka. Nuk është krim edhe çështja personale, ose unë nuk e di pse kompleksoheni kështu, kur ka prova dhe kur ka... Nuk është kompleksu, prova duhet prova ide, dhe prova është provë, nuk është dhafe, si shbëjnë të letra, nuk është çështje letrash. Unë kom pa me 10 letra, sa letra kemi gjune i bi, kishin fut gjithë Shqipërinë në burg, por problemi është prova. Informacioni është informacion, informatori është informator që merë në për kafe, në për gjone, po duhet jemi shumë sakt për sa i përket kallëzimeve, pavarësisht se jemi privat, kallëzimi duhet jeti sakt. Po, Rëngje, ka çështje tjerë që do i shohim javën që vjen, se ka edhe të tjerë që janë nxehta sepse folëm pak për gjykatën e lartë, megjithatë ajo është një çështje që ne mund ta shohim edhe në ditët në vijim, por sot po të falenderoj që më bashkove në studio. Kënaqësi si gjithmonë komu.